Atëherë, për ta nisur pak me pyetje personale për cilat I hapur në çdo pyetje. ju pak keni folur për veten për të mos thënë as pak. Mund të pyes, çfarë ndikimi ka pasur origjina juaj në formimin e njeriut që quhet Sali dhe politikanit që quhet Sali Berisha? Pyetje interesante. Unë I përkas një familje e cila po të më pyesësh nga fëmia, cila ka qenë ajo që të ka impresionuar më shumë në familjen tënde, ka qenë puna e njerëzve të mi, kanë qenë njerëz shumë punëtor, e gjithë rrethi familjar në tërësi, kanë qenë njerëz që punonin edhe me hënë, dhe kjo më ka bërë një përshtypje të madhe. Një familje e rritur, një familje e mbrojtur, me një dashuri të madhe për vendin, për Shqipërinë, për Kosovën, padyshim që këto kanë patur ndikim të pamohshëm tek unë. Për të mos thënë pastaj edhe veti tjera, edhe trashëgimi tjera të familjes time, dhe në të vërtetë ka qenë një familje tipike shqiptare, mikpritja. Kemi patur shtëpi në një udhkryq. Shtëpia ime u bë tani më së fundi e njohur prapë për disa arsye tjera. Që në fëmijën time më të hershme, me qenë se andaj kalonte një rrugë që shkonte për Njakov dhe një tjetër që shkonte drejt Alpeve, ka qenë shumë e rrahur nga mysafir. Por mysafirët kanë qenë shumë të mirë pritur dhe në periudhën kur u mbyll kufiri, kur për disa arsye administrative edhe Alpet u ndaluan për hasin, mbaj mend shumë mirë që më të moshuarit familjes sime, xhaxha im ose të tjerë, prisnin mbi shtëpi, gjerë në 2 orë pas mesnatës të gjenë ndonjë mysafir, sepse ishin mësuar mysafir. Pra, a ka patur familja një ndikim të padiskutueshëm. Fëmia që quhej Sali Berisha, ishte fëmia I parë me çdo kusht I parë në lojët e fëmijërisë apo një fëmijë komplekse, ndoshta një fëmijë ndrojtur? Jo, nuk them se ka qenë fëmia I parë, sepse ka patur më të mëdhej se unë në familje. Jo në moshë, flas për... Jo, kam patur në këtë aspekt, ndoshta, motra ka qenë ajo që ka qenë një tutore jashtëzakonisht e dashur për mua dhe që më ka kushtuar shumë kohë në të gjitha aspektet. Me vllaun kam patur një diferencë të madhe në moshë. Ka qenë më pak më rrej me mua. Unë jam marrë shumë me librat. Kjo ka qenë, domethënë, që në fëmijën time të hershme kam qenë shumë I lidhur me librin dhe me leximet. Pasioni im kryesor ka qenë leximi. Pra, duke qenë se ishit I lidhur me librat, ishit pak I larguar nga shoqëria e fëmijëve të tjerë. Pra një fëmijë komplekse. Jo, do thotë se isha I orientuar një fëmijë pa komplekse, përkundrazi shumë I angazhuar në botën e librit dhe jo me një interes të veçantë për ta zënë për lojrat. Jo me një interes të veçantë. Nuk me një lloj, nuk mund të them indiferencë, por pa një pasion. Pasioni im I orientuar tërësisht drejt librave. Kështu që nuk mund të flas për komplekse, mund të flas pa diskutim për një ndikim të fuqishëm në periudha të caktuara, të shkrimtarëve të caktuar, të letërsive të caktuara. Po, kjo ka qenë e vërtet. Kurse në tërësi përbërin për mua një botë pakufishme.